Në kuadër të muajit të Qamërisë do të flasim për filmin dokumentar, një vepër që sjell përpara publikut rrëfime, dëshmi dhe emocione lidhur me kujtesën e Qamërisë, me mallin për vendlindjen e me të drejtën për të mos harruar asnjëherë. Sot kemi kënaqësinë e veçantë që Enkas nga Shqipëria kemi të ftuar në studion ton Luan Ramën, skenaristin e këtij filmi, që ka një bagazh të tërë dhe shumë të pasur, por sot do të kemi në këtë cilësi. Shumë kënaqësi t'ju kemi sot prezent në studio. Faleminderit shumë, edhe jam shumë i gëzuar që marr pjesë në këtë emision që ka një titull mjaft interesant, Gjurmët. Është shumë e gjetur. Ju falenderoj shumë. Dhe në anën tjetër kemi Alket Veliun, producentin e këtij filmi. Shumë kënaqësi t'ju kemi të pranishëm sot. Faleminderit për ftesën. T'ju pyes njëherë se si ju gjeti Shkupi, vetëm nuk ka kaluar një ditë prej ku juve kishit edhe një eveniment të organizuar pikërisht këtu në Shkup. Si ju pritën shqiptarët e Maqedonisë? Shqiptarët e Maqedonisë na presin gjithmonë me krah hapur. Në fakt nuk është era për mua, nuk është era e parë që vi në Shkup. Kemi qenë dhe një vit më parë bashkë me presidentin e fondacionit Hoxha Tasim për Qamërinë. Kemi shfaqur edhe një film tjetër, dokumentar, ku kisha shkruar skenarin. Edhe ai ishte një film dramatik, shumë i fuqishëm. Ky film ndryshon disi në strukturën e vet, por vërtet është kemi shumë miq shqiptar të Maqedonisë. Unë i dua shumë sepse gazetar, piktor, vet kam qenë shumë i lidhur me Omer Kaleshin, që është ishte një piktor shumë. Kam shkruar libra për të, kështu që kam qenë në Korçov, Tetov, Gostivar, kështu që jam shumë i lidhur edhe shpirtërisht me shqiptarët të Maqedonisë. Më vjen shumë mirë, unë shpesh them se neve në aspekt gjeografik, ndoshta ato kufit në ndajnë, po me zemër gjithmonë kemi qenë të bashkuar dhe gjithmonë jemi pranë njëri tjetrit, sidomos në momentet të tilla shumë të rëndësishme. Po për juve, zot Riveliu, si ishte eksperienca? Atëherë është paktën kemi 6 vite që bashkëpunojmë edhe me një organizat që e ka mbështetur fort të çështjen Çame, siç është Vizion M, dhe kemi bërë çdo vit aktivitete bashkarisht këtu. Edhe ky ka qenë një organizim i përbashkët i Fondacionit Qamëria Santasini dhe kësaj organizate. Dhe ajo që më vjen mirë, e kam përmendur dhe dje, kërkesa për të bërë aktivitete për Qamërinë ka ardhur këtej nga Shkupi, që do të thotë që ashtu siç dhe ne kërkojmë dhe duam që çështja Çame të mos jetë vetëm një çështje e shqiptarëve të Qamërisë, por një çështje e çdo shqiptari. Dhe për këtë më vjen mirë dhe jam i lumtur që e ndjejmë që edhe këtu në Shkup, edhe nga audienca kemi patur diskutime shumë të mira ditën e djeshme me audiencën lidhur me çështjen Çame. Pra e shohin si një çështje të tyre, jo një çështje të një pjesë të popullsisë shqiptare. Dhe kjo është, le të themi, është një arritje edhe për ne, por edhe për gjithë shqiptarët në tërësi që nuk din t'i ndajnë çështjet kombëtare sipas krajinave, por çështja kombëtare është një. Kombi dhëm një lloj kudo. Pa diskutim, dhe kjo është një gjë që na veçon neve shqiptarëve, do të kisha thënë, përmenda edhe më herët, jemi gjithmonë të bashkuar në çdo lloj kauze, jemi pranë njëri tjetrit pa dallim. Më la shumë përshtypje titulli i filmit. Më çoni në qafë të botës të shoh Qamërinë. Çfarë synon të zgjojë tek publiku ky titull? Qafa e botës është, si thua, një toponim që lidhet shumë me plagën e çamëve të Shqipërisë. Ata kur ndodhen masakrat në 44 dhe në 45, masakrat e kolonelëve grek, të cilët sulmuan dhe masakruan gjithë popullsinë Çame që ishte muslimane, ndërsa popullsinë ortodokse shqiptare ata filluan ta asimilonin. Domethënë, nga masakra ata erdhën në Shqipëri përmes qafës së botës. Kështu që qafa e botës i mori një simbolik mjaft të rëndësishme në kujtesën e çamëve të Shqipërisë. Është qafa e botës, ne kemi qenë atje, unë bashkërisht kemi qenë gjithashtu. Është një kodrin, aty është edhe pika kufitare midis Greqisë dhe Shqipërisë në jug. Dhe si thua, është në gjithë kujtesën e çamëve, qafa e botës. Unë e kam dëgjuar dhe në familjen time, por edhe në kujtesën dëshmitë ndryshme që kanë dhënë çamët gjithë këto vite, është gjithmonë qafa e botës. Gjithmonë çamët kanë dëshiruar të shkojnë në qafë botë dhe ta kapërcejnë këtë pikë ndarëse.
por nuk kanë mundur. Kështu që edhe ka një peshë të rëndë në kujtesën e çamëve të Shqipërisë. Pse mendoni se historia e Çamërisë nuk njihet ende sa duhet në arenën ndërkombëtare të them? Me nisa kështu me përshtypjen time këtë pyetje pak më shumë, po besoj se jemi në të njëjtin nivel. Kjo është një përshtypje e përgjithshme, jo vetëm juaja, më bëhet qefi që ju keni këtë optik lidhur me çështjen çame, por është e vërtetë, domethënë, sepse kjo ka ndodhur e para, domethënë, nga vetë politika nacionaliste greke, e cila ka një nacionalizëm të shfrenuar, si thua, lidhur me Çamërinë. Ajo e ka hequr nga të gjithë tekstet e ndryshme historike, nuk e përmend më, qoftë edhe në diskursin politik, po jo vetëm, edhe ato historik. Kështu që Greqia gjithmonë ka dashur ta manipulojë këtë çështje, edhe ta shuajë, të mos flitet më. Mirë, po pre kësaj, përveç politikës greke, ka rënë edhe politikës shqiptare. Domethënë leadershipi politik shqiptar. Edhe them këtë sepse që nga 45 deri më sot, për Çamërinë nuk u fol më. Nuk u fol në kohën totalitare, deri në vitet 90, po edhe kur u fol pak mbas viteve 90 me ndryshimet politike dhe me kontaktet e para me Greqinë zyrtare, përsëri ajo, domethënë, gjithçka heshti. Dhe si thua, Greqia ka përdorur një lloj presioni shumë të madh, duke qenë që Shqipëria ishte një vend, një demokraci e re, një demokraci e brisht. Ajo ra pre presionit të mëdha të Greqisë, sepse gjithmonë vendi në atë në këtë periudhë ka qenë një vend i varfër, me kaotik, me një politikë kaotike, me ngjarje kaotike. Kështu që po tani ka ardhur koha vërtet që problemi i Çamërisë, i kujtesës, të ngrihet në nivelin politik, në tavolinën zyrtare dhe të trajtohet ashtu siç duhet. Sepse edhe fondacioni, për shembull, ose filmi, ose gjithçka kemi bërë me konferenca të ndryshme, nuk tenton ndryshime kufish, tenton vetëm që ky shqiptarët të kenë të drejtë të shkojnë të shohin shtëpitë e tyre. Për shembull, familja ime, nëna dhe tezja ime nuk e kishin pamundur të shkonin, të merrin një vizë për të shkuar të shikonin shtëpinë e tyre që ishte 15 kilometra larg kufirit. Po jo vetëm ato, po të gjithë çamët që kishin domethënë banuar, që kishin lindur në këto vende, ata e kishin pamundur të shkonin. Domethënë gjithmonë emri Çam për grekët ishte një alergji dhe një rikthim të një kujtese tjetër. Kështu që them që do të ketë një optik tjetër, një perspektivë tjetër çështja Çame tashmë. Uroj shumë, edhe pse jo ta shohim atë të pranishme edhe në arenën ndërkombëtare dhe të jetë një histori e cila dëgjohet dhe për të cilën flitet vazhdimisht. Filmi, për shembull, është ky film që shfaqëm dje dhe që u mirëpritu, të gjithë ishin të emocionuar, është një film human. Ne nuk flasim shumë për masakra etj. Flasim për këtë nevojë shpirtërore, për këtë dëshirë që ky brez i vjetër që ka ikur dhe i masakruar dhe nuk ka mundësi të shohë shtëpitë e tyre që kanë ngelur si gërmada, domethënë të rikthehen, të kenë të drejtën, e kupton, që edhe kjo është edhe në kuadrin e të drejtave të njerëzit. Ka dhe diçka këtu tek filmi apo tek dhe filmat e hershëm që ne kemi si produksion të Fondacionit të Çamëria Sandasini, që të gjitha këto janë titruar në gjuhën angleze. Në një farë mënyrë, këtë histori nuk duam t'ja tregojmë vetëm shqiptarëve, por edhe të huajve. Është shumë e rëndësishme për të njohur të huajt lidhur me këtë tragjedi. Ndërsa lidhur me ndërkombëtarizimin e çështjes Çame, që folëm më parë, padyshim që ky është një detyrë që shteti dhe shqiptarët duhet ta kryejë. Është roli i pazvendësueshëm i shtetit shqiptar për ndërkombëtarizimin e çështjes Çame, që do të thotë në të gjitha institucionet ku Shqipëria dhe Greqia janë pjesë, shteti shqiptar e ka për detyrim që ta ngrejë çështjen Çame dhe ta bëjë të ditur në këto organizata. Por ajo që ka ndodhur është që shteti shqiptar ka qenë indiferent, që prej 44-45-ën që
pas luftës së dytë botërore dhe deri më sot, që jemi në 2026, kanë qenë raste sporadike që mund të jetë trajtuar apo mund të ketë qenë ata tryezën e diskutimeve çështja Çame, edhe në ato pak raste që ka qenë nuk ka patur një vazhdimsi, pra është thënë një moment të caktuar, është folur një moment të caktuar dhe nuk vazhdoi më tej që kjo çështje të trajtohet mes dy shteteve, ndërsa në arenën ndërkombëtare mund të them që asnjëherë shteti shqiptar nuk e ka ngritur këtë çështje në organizata ndërkombëtare. Ka patur një rast që vlen për t'u theksuar nga disa eurodeputet italian në vitin 2003, 5 eurodeputet të grupit Panela, ka qenë një parti politike në Itali, të cilët e sollën Këshillin e Europës, dhe Greqia ka reaguar në mënyrë shumë të ashpër. Njëkohësisht kemi dhe rastin e komisionerit për zgjerim Johannes Hahn, i cili në momentin që e ngriti çështjen Çame dhe e futi do kërkoi që dy shtetet, Shqipëria dhe Greqia, çështjen Çame ta kishin në agjendën e diskutimeve mes njëri tjetrit, përsëri Greqia ka reaguar shumë ashpër, gjithmonë ka patur një presion të jashtëzakonshëm edhe drejt Shqipërisë, po edhe drejt institucioneve ndërkombëtare në këto raste sporadike që është trajtuar çështja Çame, që të thotë që çështja Çame nuk ekziston kjo çështje dhe të mos flitet. Pra, e ka trajtuar gjithmonë trajtimin e çështjes Çame si një lloj kërkese irredentiste, ndërkohë që e vërtet është krejt ndryshe. Asnjëherë nga shqiptarët e Çamërisë që prej organizimit të hershëm të tyre në 45-ën, edhe në 91-shin nëpërmjet Komitetit Antifashist Çam në 45-ën dhe Shoqërisë Çamëria në 91-shin dhe deri më ditët e sotme, asnjëherë nuk kanë kërkuar ndryshim kufish. Gjithmonë është kërkuar respektimi i të drejtave të Çamëve, kthimi në shtëpitë e veta, me çdo të drejtë që buron me këtë kthim në shtëpitë e veta. Pra, ndryshim kufish nuk ka, por është përpjekur Greqia në gjitha flas shteti grek dhe institucionet e veta në varësi, në gjitha mënyrat që ti trajtoj shqiptarët e Çamërisë, por edhe çdo kërkesë që vjen për të trajtuar çështjen Çame si kërkesa që kërkojnë vinë ose dëshirojnë ndryshimin e kufive, gjë që nuk është e vërtetë. Po nga ana tjetër nga politikat shtetërore të Shqipërisë, sa ka mbështetje ky komunitet nga Shqipëria? Atëre, pikërisht ishim duke thënë që në mënyrë institucionale shteti shqiptar nuk e ka mbështetur dhe nuk vazhdon të mbështesë çështjen Çame. Se ekziston kjo indiferencë nga ana e Shqipërisë? Atëre, këta shtetarët, po ta them, shqiptarë të gjithë këtyre viteve janë nënshtruar presioneve greke. Padyshim që janë për interesa shumë të ngushta, të cilat mund të jenë interesa personale dhe tentojnë që në një mënyrë apo një mënyrë tjetër, jo të drejt për drejt, por indirekt, ta lidhin këtë me një presion të mundshëm të Greqisë për integrimin në Bashkimin Evropian apo integrimet e nevojshme që ka Shqipëria. Por kjo është thjesht një justifikim, sepse në fund të ditës ne kërkojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian me vlerat tona, me integritetin ton, me dignitetin ton, dhe nëse ne shkelim dignitetin ton, nuk besoj se ne as të dej nuk kemi përqenë për Europën. Sepse Europa në vetvete, unë besoj që është ai bashkimi vlerave europiane që secili vend sjell diçka nga vetja e vet që fillon me dignitetin. Kështu që shteti shqiptar ka ikur në bazë të agjendës greke të heshtjes, kjo është agjenda greke, dhe vjen keq që e kam thënë dhe herë të tjera, ku është dhe rasti që e vërteta e madhe është që çështja Çame, armiqt më të mëdhenj ka dy shtete, shtetin shqiptar dhe shtetin grek. Njëri që ka kryer krimet dhe as falje nuk ka kërkuar dhe nuk pranon atë çfarë ka kryer, dhe shteti shqiptar që nuk respekton të drejtat, nuk kërkon të respektojnë të drejtat e shqiptarëve të Çamërisë, edhe pse këtë ka një detyrim kushtetues. Është pa diskutim për të ardhur keq kjo qasje e shtetit shqiptar ndaj këtij komuniteti, po në anën tjetër e kemi parë se sa e fuqishme dhe sa e pushtetshme është dëshira dhe entuziazmi që kanë vetë popullata dhe shqiptarët e Shqipërisë, por jo vetëm për të bërë ndryshimin kur ata duan. Kështu që në anën tjetër më vjen mirë që
mjafton të njerë dhe iniciativa e vetë populatës që të bëjë një lloj ndryshimi në këtë aspekt? Unë desha t'i rikthem pak ndërkombëtarizimit, se ajo është një aspekt shumë i rëndësishëm për zgjidhjen e çështjes xhame. Deri para disa vitesh nuk ka pasur një aksion, si thua, në drejtim të sensibilizimit të organizatave ndërkombëtare. Por tashmë është edhe në optikën e fondacionit që, si thua, organizatat ndërkombëtare të sensibilizohen. Ne ishim tani vim nga Gjeneva, ku takuam Komisariatin e lartë të drejtave të njeriut të OKB-s dhe parashtruam sigurisht gjendjen reale që ndodh. Ka ndodhur lidhur me heshtjen e çështjes çame, me të drejtën e çameve për t'u kthyer dhe për të parë shtëpitë e tyre, po jo vetëm çështja për të parë, por edhe për të zgjidhur probleme që kanë të bëjnë me pronat e tjera. Dhe, si thua, tashmë kemi bashkë me Komitetin e Helsinkit në Shqipëri, duhet të ndërmarrim hapa në mënyrë që kjo çështje të, si thua, të hyjë në një agjendë diskutimesh, në një agjendë politike dhe të bëhet një presion më i madh ndaj qeverisë shqiptare, sepse duhet leadershipi shqiptar, është ai që duhet ta ngrejë me zë të lartë, si thua, çështjen e çame, që të gjendet një rrugë zgjidhje për këtë gjë. Është e papranueshme. Për shembull, historia e çamërisë me historinë e Kosovës janë identike. Janë dy pjesë të fuqishme të trungut shqiptar që nuk mund ta kuptosh komi shqiptar pa këto dy entitete të mëdha. Kosova e fitoi këtë gjë, por pjesa tjetër, çamëria, ka rënë në një errësirë të plotë. Edhe pak a shumë gjithë këto vite që kanë kaluar e kanë dëmtuar kujtesën nacionale. Duhet që kjo kujtesë të rizgjohet, të bëhet një presion popullor dhe të arrihet pikërisht në këtë gjë. Kemi edhe shumë për të diskutuar pikërisht lidhur edhe me këtë çështjen e kujtesës, dua ta prek edhe më shumë, por do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe më pas rikthehemi në studio. Rikthehen përsëri në studio, po vazhdojmë diskutimin ton mbi rëndësinë e çamërisë dhe historinë që nuk duhet harruar pa diskutim. Cilat janë keqkuptimet më të mëdha që ndoshta ekzistojnë rreth çështjes çame në përgjithësi, edhe që sa do kupton ndikojnë në këtë heshtjen kolektive që mbizotron lidhur me këtë çështje? Nuk besoj se ka keqkuptime, por ka pozicionime. Se do të flasim një pozicion të shtetit grek dhe atë pozicionin që po mban shteti shqiptar dhe atë që duhet të bënte por nuk e bën. Shteti grek prej vitesh ka patur në çamëri një lloj presioni që kur u nda madje çamëria nga trungu shqiptar, popullsinë shqiptare të çamërisë ka patur një presion të jashtëzakonshëm dhe që atëre në 1913 filloi të kishte tentativa dhe presionet për ta larguar këtë popullsi nga trojet e veta dhe kjo nuk ka ndaluar deri me ardhjen e luftës së dytë botërore dhe në përfundim të luftës së dytë botërore u gjend një sebep, u sajua një sebep sikur çamët ishin bashkëpunëtor me nazistët dhe kjo ishte ai qëllimi që çamët duhet të largoheshin nga shtëpitë e veta. Por e vërteta është komplet ndryshe, sepse përfundimi i luftës së dytë botërore, lufta e dytë botërore nuk ishte një rufe në qiell të hapur, por ishte një dhunë sistematike, siç e përmenda, nga 1913 dhe deri në 44-45 kur u bë spastrimi i ploti shqiptarëve mysliman të çamërisë. E them mysliman sepse popullsia e çamërisë deri në atë kohë ka qenë gati gjysmë për gjysmë myslimane dhe ortodokse dhe myslimanët u dëbuan, ndërkohë ortodokset, shqiptarët ortodoks, ata qëndruan dhe vazhduan që dhe ata të përballen me një politik asimilimi, pra të mos identifikoheshin më si shqiptar, por përkatësia fetare ishte ajo që do të përcaktonte edhe identitetin e tyre etnik dhe kombëtar.
Dhe vitet që pasuan, Greqia prap ka bërë një presion dhe një luftë të jashtëzakonshme, e ka filluar me njerë pas dëbimit të çamëve me ndryshimin e emërtesave dhe emrave të fshatrave dhe zonave të banuara nga shqiptarët musliman, në mënyrë që mos të mbetej as edhe një lloj gjurme plas historike apo reference historike për shqiptarët në zonën e Çamërisë. Ka vazhduar edhe mëtej presioni edhe ndaj shqiptarëve ortodoksë, stash një politike sistematike për asimilimin e tyre, një luftë e jashtëzakonshme për të mos folur gjuhën shqipe, për të penguar që në atë zonë të flitej shqip. Madje shkohej deri atje sa që gjobiteshin ose edhe mund të dënoheshin në burg ata që do të flisin gjuhën shqipe në Çamëri. Pra, shteti grek ka bërë gjithçka që atë zonë të banuar prej shekush nga shqiptarët, që quhet Çamëri, ta tjetërsoj dhe historinë, por edhe të ndaloj të folur në gjuhën shqipe. Fatmirësisht në vitet e fundit, vitet që pasuan, me lëvizjen edhe të shqiptarëve në zonën e Çamërisë për shkak të turizmit, për shkak të një pjesë e madhe edhe të shqiptarëve të Çamërisë patjetër kanë dashur të shikojnë vendin e tyre, por edhe shqiptarët e tjerë kuriozitetit për të njohur me këtë trevë shqiptare. Është vënë re që gjuha shqipe flitet, gjuha shqipe është rikthyer në atë zonë dhe madje unë mund të them që në statistikat që ka turizmi në zonën e Çamërisë sot, shqiptarët janë numri 1 i turistëve, sidomos me hapjen edhe të Kosovës, pasi ka shumë shqiptarë Kosovës që e vizitojnë Çamërinë. Dhe ndihem shumë mirë dhe jam i lumtur që të them që sot në Çamëri flitet shqip. Sidomos nëse shkon në Behar, kur turizmi le të themi është në kulmin e vet. E përmendëm pak më parë që janë pozicionime, Greqia ka bërë të vetën, ndërkohë që ajo që le të themi vlen dhe duhet ta riteksoj është fakti që indiferencës të shtetit shqiptar. Tek filmi që i fundit që ne kemi promovuar dhe në Tiranë dhe dje në Shkup, i zotit Luan Rama, është një moment shumë interesant. Është ajo gruaja e moshuar e cila nuk mundet do të shkojnë në shtëpinë e vet. Ta shikoj shtëpinë e vet. Dhe prandaj ajo ka kërkuar të shkojnë në qafbot. Qafbota mund të ta them dhe me fjalë tjetër që është kufiri që ka ndarë Çamërinë pasi një pjesë e fshatrave të Çamërisë kanë mbetur këtej në Shqipërinë e sotme londineze. Dhe është një pamundësi pra të moshuarve të atyre që kanë lindur në Çamëri, që sot duhet të jenë rreth të 90-ave si mosh, të cilëve nuk u lejohet më të shkojnë dhe të kthehen, qoftë të vizitojnë shtëpinë e tyre. Ka padur plot spostime popullsisht në përfundim të luftës së dytë botërore. Por ky rasti i Çamërisë që të lindurit në një vend të caktuar të mos vizitojnë shtëpinë e tyre është rast unik. Dhe imagjinoni që kjo ndodh nga një shtet i Bashkimit Evropian që pretendon dhe të jetë shteti ku ka lindur dhe demokracia. Dhe mendoj që edhe ky film njëkohësisht përveçse trajtimit dhe gjithë dimensionit të Çamërisë, jo vetëm të dhimbjes, po edhe të ditëve të bukura që kanë kaluar, jetës së bukur që kanë patur në shtëpitë e veta, apo edhe të shpresës që jepet nëpërmjet këtij filmi, është pikërisht edhe ky fakti i kësaj pamundësie të shqiptarëve të lindur në Çamëri që nuk mund të vizitojnë dot shtëpitë e tyre. Një emocion shumë i veçantë që vetëm kur pash atë pjesën promovuese të filmit që e kishim edhe në hyrjet e emisionit, më dha një emocion të veçantë për shkak se të tilla dokumente, të them më mirë, janë shumë të rëndësishme për të rikthyer kujtesën në këtë ngjarje shumë të rëndësishme të historisë tonë, po edhe për të mbajtur gjallë, pse jo edhe për brezat, gjeneratat e reja që ndoshta nuk e kanë shumë vëmendjen tek këto çështje. Po pse jo edhe për ta promovuar në arenën ndërkombëtare që është pjesë shumë e rëndësishme që e përmendëm pak më herët. T'ju pyes sa kohë ju mori për realizimin e këtij projekti dhe cilat ishin ato vështirësitë më të mëdha ndoshta që keni hasur derisa keni realizuar këtë produkt që përmban në vete të gjitha
të gjithë këtë vorbull emocionesh për njerëzit? Kjo është pjesë e producentit, por para se të hapim këtë çështje, doja të theksoj këtë gjë që Greqia si Republikë Demokratike i ka nënshkruar konventet që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore, me hapësirat kulturore, me respektin e të drejtave në fushën e kulturës, historisë e tjerë, dhe i ka shkelur të gjitha këto, edhe pse është, si thua, firmëtare e këtyre konventave. Kështu që lidhur me filmi sigurisht Lejo të them zanafillën e filmit, në disa nga këto takimet Luani e ka përmendur, le të themi, zanafillën se si nisi ideja, por nuk e ka thënë plot. Tani më le ta them të plot sot, se është shumë interesante. Ne bëjmë një vizitë në Konispol, në atë copës çamërie që ka mbetur sot në Shqipëri, me idenë për të bërë një film tjetër, jo ky film. Dhe vizituam disa vende dhe teritore në çamëri jo në Konispol. Atje rastësisht, në një nga këto shtëpi të rënuara, është ikonike ajo shtëpi në Konispol e Takajve, atje afër takojmë një zonjë rreth 65-70 mbase. Dhe hym në bisedë, hyn Musak Luani në bisedë, dhe gjatë bisedës kuptohet bisedat janë nga vjen dhe ca histori personale, edhe kjo zonjë fillon dhe rrëfen historinë e vet. Dhe unë isha pak më i distancuar në bisedën që bënte Luani me këtë zonjën, vetëm kur shoh një përqafim edhe të dy të përfshirë në lot. Ishte një histori shumë e dhimbshme dhe është pikërisht kjo histori që sot është bërë ky film. Në fakt, unë e pyeta për nënën e saj. I thash, para se të diste nëna jote, a mendonte për çamërinë? Ai më tha, po vazhdimisht mendonte edhe donte ta shikonte çamërinë. Por tha, ishte një kërkesë e vazhdueshme, dhe atëherë çfarë bëm? Se ajo edhe filloi të haronte pak, edhe marrim e hypim në kalë, edhe e çojmë disa kilometra larg dhe aty e ndaluam, ja çamëria, dhe pa nga larg. Edhe ajo filloi, ja shtëpia e filanit, ja shtëpia e filanit, ja shtëpia e filanit, u mrekullua, e kthye në shtëpi dhe një javë më vonë vdiq. Ajo vdiq e lumturuar. Vdiq sepse e pa çamërinë. Ngjarje vërtet shumë emocionuese. Për te kufirit. Dhe ky ishte edhe subjekti i këtij filmi. Pastaj për realizimin padyshim ka një meritë të jashtëzakonshme gjithë ekipi që ka punuar me atë, duke filluar që nga regjizori Pandeli Çeço, ka bërë një punë të mrekullueshme, edhe me një film në një bashkëpunim të mëhershëm që kemi patur. Është asistuar shumë edhe nga një gazetare më i njohur në Shqipëri, Lulita Progni, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe padyshim dhe Bashkia e Konispolit ka qenë një mbështetje e fuqishme për realizimin e këtyre dokumentarëve, pasi ne kemi bërë disa dokumentarë dhe filma për çamërinë. Është gjetur një ekip shumë i mirë, një vullnet, dhe me ekip të mirë dhe me një vullnet të tillë gjërat ecin përsëmbari. Kjo gjithmonë qëndron. Po, dhe jam i kënaqur që produkti final është një produkt që pëlqejet. Edhe në filmat e hershëm me Luanin kemi patur vitin e kaluar ka një film tjetër që ne kemi promovuar dhe këtu në Shkup, Ode për Tempo që nuk u harruan, me një performancë të jashtëzakonshme të një aktori të mirënjohur në Shqipëri siç është Alfred Terbicka. Dhe është një film që ne atë kemi promovuar në shumë vende. Madje edhe në Boston, në festivalin e filmit shqiptar në Boston, vitin e kaluar. Është nëpërmjet artit, unë besoj që arti, kultura, libri janë ato që e përçojnë, janë përçuesit më të mirë të një çështje, sidomos kur nuk flet politika, kur nuk flasin institucionet. Dhe që e mban gjallë. Dhe që e mban gjallë. E me që jemi këtu te Kujtesa, unë nëse e kam një mesazh që dua sot ta ndaj me publikun, do të ishte kjo. Se e kam parë që shpeshherë jemi pak indiferent nga kjo dinamika e jetës që na ka kaplu, edhe nuk kthehemi pas të shohim historinë. Nëse keni diçka që sot do doni të përçonit deri tek publiku shqiptar,
kryesisht në Maqedoni, për shkak se na ndjekin më shumë sot. Çka do të thoshit për rëndësinë e ruajtjes kësaj kujtese historike për çështjen çame, po edhe për të gjitha çështjet tjera shumë të rëndësishme që i kemi në historinë e shqiptarëve? Jo, sigurisht, domethënë, historia e shqiptarëve në Maqedoni është një histori e fuqishme. Ne e kemi ndjekur nëpërmjet teksteve të historisë, por edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, kujtesa historike, qamërisë, kështu që këto duhet të jenë prezente, sidomos tek rinia. Rinia, si thua, atë kanë vënë re që lidhur me çështjen çame pak është ngulitur kjo gjë. Kështu që artet, kultura duhet të luajë një rol të rëndësishëm po kjo duhet që nga optika zyrtare në këtë kuadër që si thuash, historia të jetë prezente, të jetë një histori e vërtet, mos të ketë nacionalizëm, por që historia të shërbej të ardhmes, afrimit të popujve. Sigurisht ne jemi vend që kemi fqinj dhe duam të jetojmë në bashkëekzistencë, në miqësi, kemi ndarë fate historike të përbashkëta, kështu që gjithmonë momentet historike pozitive ne duhet t'i lançojmë, duhet t'i bëjmë prezente, për shembull qoftë shqiptarët, për shembull roli i tyre në revolucionin grek, që Greqia u bë një vend i pavarur, qoftë luftrat që kanë bërë edhe shqiptarët dhe maqedonasit bashkë në luftën kundër perandorisë osmane, ose Kosovë, po kështu që duhet kapur rolet, momentet historike pozitive për t'i lançuar edhe për t'i bërë prezente në jetën tonë. Kemi edhe një hapësirë të shkurtër publicitare para se të kthehemi në pjesën tonë të fundit, ku do të marrim edhe nga një mesazh të fundit nga të dy ju, me gjithë kënaqësinë e madhe që kemi sot për t'ju dëgjuar së bashku. Rikthehemi vetëm pas pak. U rikthyem përsëri në studio në këtë pjesë të tretë dhe të fundit. Na kanë mbetur edhe pak minuta kohë që dua t'i shfrytëzoj maksimalisht për të përquar sa më shumë deri tek shikuesit tanë. Deri para publicitetit diskutuam për një mesazh shumë të bukur që përcollët ju, zotëri Rama. Tani dua të di si vlerësoni sa mjaftueshme një shoqëria shqiptare që çështjen çame dhe historinë e çamërisë dhe sa e rëndësishme është që t'ju transmetohet kjo brezave të rinj dhe të jetë një pjesë e rëndësishme në kujtesën tonë. Unë besoj që nuk njihet të mjaftueshëm çështja çame dhe shoh si një problem kryesor, unë shoh tekstet shkollore, pasi është e rëndësishme që historia shqiptare, kombëtare, të përçohet që të fëmijët e vegjël, që kur fillojnë mësojnë nëpërmjet librave të shkollës historinë e tyre. Fatkeqësisht unë e shoh edhe në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Kosovë dhe Maqedoni pothuajse nuk ekziston ky dhe nuk është ky informacion te tekstet e historisë. Kurse në Shqipëri ka një trajtim e cila vitet e fundit ka një shqetësim të madh, sepse është hequr nga 2018 emri çamëri nga tekstet shkollore dhe në vend të saj të shkruar shqiptarët në Greqi. Por edhe ai trajtim që bëhet për çështjen çame nuk e shoh që të jetë një trajtim në dimensionin real të krijimit të kësaj çështje dhe për të treguar fëmijëve çfarë ka ndodhur atje. Ka shumë vend dhe ka shqetësim të paktën nga ana jonë si shqiptarët të çamërisë që në tekstet shkollore të flitet më shumë, jo vetëm librin e historisë, por edhe në letërsi. Edhe të mos propagandohet me këto. Pasi ka plot shkrimtar dhe ka shumë shkrimtar të mirë dhe nga krajina e çamërisë, por jo vetëm, pasi ka edhe shqiptarë të tjerë që kanë shkruar për çamërinë. Pra, unë kërkoj dhe do të kërkoja të ketë një përfshirje më të madhe. Por njëkohësisht, edhe në Kosovë dhe në Maqedoni besoj që ka vend. Kosovë padyshim, sepse është një shtet shqiptar tashmë dhe komandohet nga shqiptarë, drejtohet nga shqiptarë dhe ka vend dhe besoj janë të vonuar që çamërinë ta përfshinë në tekstet e historisë dhe tekstet shkollore, po edhe këtu në Maqedoni besoj përsëri është e mundur që historia e shqiptarëve të mësohet si një e tëra. Ne shpesh kemi gabuar, flas si shqiptarët në Shqipëri, madje them që atje fillon problemi, në Tiranë fillon problemi, por edhe në trevat e tjera ku jetojnë shqiptarët kemi gabuar sepse historinë kemi tentuar që
ta kemi të cunguar ose krahinore më shumë se sa një histori të përbashkët e cila na identifikon ne si shqiptar përballë le të themi të huajve. Kjo ka munguar dhe unë besoj që kjo do të ishte le të themi qasja e duhur që të filloj nëpërmjet shkollës dhe që në brezat e rinj dhe fëmijëve. Kuptohet që këto që aktivitetet tona apo librat që botojmë, filmat, ndihmojnë në këtë çështje, nuk diskutohet, ndihmojnë shumë. Jam i lumtur që në gjithë kudo që kemi shkuar dhe ne fatmirësisht po lëvizim jo pak, biles këto 2 javë kemi patur aktivitet dhe bashkëbisedim dhe me shqiptar në Paris, nga Paris kemi qenë në Zyri, sot jemi në Shkup, në Tiranë kemi qenë, do të vazhdojmë edhe në qytetet dhe në vendet tjera, por nuk mjafton. Duhet gjithmonë më shumë. Duhet më shumë organizata apo institucione që të flasin për çështjen çfarë. Një iniciativë më e madhe. Urojmë shumë dhe shpresojmë nga zemra. Megjithatë, unë do të kisha dashur që kjo bisedë të vazhdonte edhe më gjatë, por kaq na premtoi koha. Ju falenderoj nga zemra dhe ishte një nder e kënaqësi shumë e madhe për mua që t'ju kem sot në studio dhe të diskutojmë së bashku për këtë çështje shumë të rëndësishme. Uroj që kjo të mos jetë hera e fundit. Faleminderit shumë edhe unë personalisht, po të dy jemi shumë të kënaqur që erdhëm në kanalin tuaj televiziv të flasim për një temë historike siç është Çamëria. Ju falenderoj. Faleminderit juve.